Që nga tetori i vitit të kaluar, Drejtoria e Arsimit në Gjakov ka marrë vendim për mos përdorimin e telefonëve gjatë orëve mësimore. Nxënësit detyrohen që telefonet në forma të ndryshme t'i dorëzojnë para fillimit të mësimit, e ky vendim po respektohet ende, tha një nxënëse. Që kur Drejtoria ka marrë vendim të mos përdorimit të telefonave nëpër shkolla, ne marrim telefona dhe gjatë procesit mësimor i dorëzojmë deri në përfundimin e procesit mësimor për shkak se shumica e nxënësave kanë transporte dhe ne duhet të marrim telefona. Një tjetër nxënëse tha se posedimi i telefonëve është i domosdoshëm, ndërsa tregon se si shkon procedura e dorëzimit të tyre. Në shkollën tonë e ke mundësin mi marrë telefonat, ku na kanë mundësu kacën që kur të vim i vendosim kacë. Kacën e man kryetari klasës, ku e mshel me dry, edhe nuk ka drejt me na jep deri ta marrim mësimin. 2-3 minutat e fundit na i nxjerrim telefonat edhe i marrim. Telefonat për çdo sa na nevojiten, ka njerëz që kanë shpinë lekë dhe duhet me fol me prindë vet, që ju kena lu drejtorit me na jep mundësinë edhe faleminderit tij ai na ka mundësu. E sipas stafit menaxherial të shkollës Hysni Zajmi, ky vendim është paksa vështirë i menaxhueshëm, por përpjekjet tona janë të vazhdueshme. Thënë drejt, pasi që DKA-ja ka marrë vendim për ndalimin e telefonave nëpër shkollat e mesme të larta dhe të ulta sigurisht, ne jemi mundu si shkollë të participojmë me vendimin e tyre, mirë po, thënë thjesht, është një problem dhe është shumë delikate që nxënësit që rrugtojnë, udhtojnë nga largë dhe ata që nga viset e Veriut Shqipërisë janë nxënës të shkollës, sigurisht që kanë kontakt me prindë dhe është pak e vështirë të menaxhohet. Ne si menaxhment i shkollës, gjithmonë kemi të rrek vrejtjen edhe arsimtare që fëmija të mos përdorin telefonat në brenda shkollës. Si është edhe kjo ka ngjarë. Ka raste që për shkaqe të ndryshme nëse fëmia përdor arsimtari ja konfiskon telefonin për kohë të caktuar dhe prap mendimin e prindit e ftojmë dhe ja kthejmë atë telefon po hera e tjera me gjas që mos përdoret. Domthonë mos kufizuese, thjesht nuk kemi vu brenda në shkollë pas në klasë ku arsimtarët vrejnë që një telefonosh, ata telefona rezervohen dhe sigurisht që nuk përdoren gjatë procesit edukativ arsimor. Vendimin nga Drejtoria e Arsimit erdhi pas disa rasteve të identifikuara të nxënësit të shkollave të Gjakovës, të cilësuara si vetlëndim trupor si pasojë e ndjekjes së disa sfidave në platformën TikTok.